Ajo çfarë po ndodh në Shkëmbin do jetë një gjenocid me pasojat mëdha. Si rezultati i devijimit të lumit, siç e shihni, në gjitha pjesët e Shkëmbinit ka filluar gjithë kodrat dhe malet duke rrëshqitur. Pra kjo është një çmenduri. Një bëjthirje banorëve, shqiptarëve, organizatave me reague kundër këtij gjenocidi. Ja, pra që t'jeni të bindëm, shife plasarikjen e tokën. Gjithë kjo arë, gjithë kjo tokë do ike. Shife? E shifni plasarikjen e tokës? Kupton se që dami i madh, i pari kuperushëm, të humbim tokë të gjelbër, ku këtë kollaj do ishin bo biletat, urë me kam, pa pat nevoj me deviju lumin shumë.